Je koke. Po, jo, do me të thonë këte. Qa kena i merak? Si gjohë s'ko merak. Gjithë mirat më ka shiku zote gjithë jetën. Familjen e ko majtë. Motra vlezën ka lamo i Rita, ne quni gocë të emën i Rita. Gocë u martu ka marrë njoni quni dërsa ka në Greqi. Me gjithë qunin e atje, s'do me ardë, do me netë. Rri, quni përri me mua marrë vesh i këto. Ja, meraku im është vetëm se qunin pa punë. Shkoj qunin 20 e sa vjeç, ja, pa punë. Shqyqyr që o DJ, që punon me nej shok, shu që shkon në një drejk, në një dark, edhe e qitë të marrë. Po me gjithate, me që punova, sa t'jem gjallon a i letë rritë boj qef. Po shoh, qytetaria Dursake, si e menoti? S'kam kanë vdek, jenë zhdu gjithë. S'ka ngell moj njeri këtu. Për ty, qytetaria Dursake ka bo mrapa apo para? Vallaj, mu s'm ka bo asgjë. As para, as mrapa. As para, as mrapa. Nuk më ka një në mu njeri që të thot një mova të bona. Me derse në ballit tem, çdo gjë kom punu, e kom fitu vetëm me punë. Si e shef Durrësin tash? Me këto punime që janë bo këshu, janë bo sa gjana që nuk më pëlqen. Si puna saj ke rruga port, hyrja portit nuk më pëlqen. E kanë shkatru, e kanë ngellë si gërmar, as rruga hyrje për port, gjithaj port që ishte, gjithaj e bukurie, marrë vesh ja. Tashi nuk e ka mo atë bukurinë e vetë. Hala, ju kam bo foto atje, mërë burë. Beton dy Sa foto ju kam bo unë atje, në hyrin të Durrës. Ju kam bo foto atëra unë. Unë s'kam bo as i hyri aty. Jo, ju kam bo unë foto, thash. Ke Thompsoni, ty me Titin, të kam bo foto. Tash je e vend është prish. Thompsoni ka qenë ku ka qenë topat. A i ka qenë varri Thompsoni që u bo. Mësa ne vun e hoqen vun mu i Ulqinakun. Thompsonin të shie kanë vu ke lulishtë aty në qoshe ke kalaj. Pra ke lulishtë, ja. Aty ju kam bo foto unë i vetë. Si kam si zi. Para 5 vjetësh. S'maj me njëqë. Bashkë me Titin. Se maj me njëqë. Thompsonin. Tash ju prish. Jo, të kam bo foto unë ty me Titin aty. Po pra, se ma ka me. Tash ju ty u prish aty. Ku e kanë qu Thompsonin të shi? E kanë hekë. A është Thompsoni edhe e Ke lulishta. Ke torra. Ke lulishta. A është atje? Po të shi nuk e Kena, tjo. da myllim? I ka 15 vjet në thinë. 2 minuta. 15 vjet në thinë e vla marrë veshi. Ku e di ku e qunë Thompsonin këta, pra ne nuk e di ku e qunë. Po diku me i qoshe e kanë fut Thompsonin, e kom pa. Me i qoshe e kom pa Thompsonin. Ty të pëlqet Thompsoni? Po të shi edhe i ka dhonë kontribut për Shqipërinë, vla. Ka qenë Ministri Mbrojtjes Shqipërisë me Princ Vidin. Ministri Mbrojtjes ka qenë, komandanti i ushtrisë, se ka qenë holandes. Thompsoni, kolonel Thompsoni. Për shembull, dëgjoj, a di çfarë bëhet tu tash thuhet që e ka vrarë një minutë, holandes. Për shembull thuhet tu tash që e ka vrarë Filani, e varri qillën, e ka vrarë. Ti menon se mund të ketë vrarë ndonjë shqiptar atë? Po nuk menoj e ma sepse a ishte me Jo, me sa kënë gjuti tash. S'menoj se ka qenë me Princ Vidin. Me që ka qenë me Princ Vidin, ishte mreti i jonë atëherë i Shqipënisë, Princ Vidin. E di tash vrasjen e Thompsonit ja veshin Shqipënisë mesme. S'ma merr mene. A? S'ma merr mene ta vriste, pse do ta vriste? A ishte Ministri Mbrojtjes jonë, a i përfaqëson të Shqipërinë në gjithë botën, se ishe me mret, me Princ Vidin. Po. Ishe mret i jonë, Princ Vidin. Edhe qëkom një gjuhë nga të vjetrit, ka qenë e marrë vesh njëri i mirë, njëri i dashtën. Princ Vidin ka qenë e marrë shumë njëri me potencë ka qenë, respekt ka pas. Këtu në Durrës princin, si e pritën këto qytetarët? Me ata që kënë gjuti. Nuk kanë pas urrejtje për Princ Vidin, kanë pas simpati për Princ Vidin Durrës. Durrës ka qenë qytet që i priste, i donte, ka qenë qytet i dashur, paqësor, gjithë jetën ka qenë Durrësi. Ka qenë qytet paqësor, më vëlla, për ne, si s'kishte njeri nevojë me vra njeri,
as vitin, as e marrësh Thompsonin. Se shif që ndodhë thëshin. Këto shkrujnë që gja Thompson e vrau një kavajas, ose një kështona, kështu. Unë kom një gjuj një shijakas thonë që e ka vra. O kodi gjans, ma mërmenja. Shpun kishte ai, Thompsoni ishe më dur. Jo, për vasa do t'vite, shkush e ka vrat do të. Ja, Shqipëria mesin do ma... Ja. Nuk mund... Banu Shqipërit mes ka thonë, apo? Po pra e ka vra njoni këto thënë. Nga Shqipëria mesme s'ma mërmenja. Një gjatë tillë të ketë Ose të nallë me ardhur, ose të Thompson. ardhur. Nuk më mërmenja, jo, për Thompsonin këtu që me vra marrë vesh, këto kanë qenë njerëz të dashur më burr me Shqipërinë. Me sa kënë gjuti, me sa kënë gjuke plejke dursi. Po. Si është prit Princ Vidi në Shqipëri? Me sa kënë gjuti? Si është prit ky person kur erdhi në Durrës? Është prit me zemër të hapura, është prit me urrejtje, me kështuna. Si e kënë S'm gjuti? ka thonë njeri, s'kam pas rast. Po jo, si kënë gjuti? S'kam një gjuhë që për këto muhabete, kështu që për pritje, për të ardhmen, për këto. Di që u e mërun nga OKB-ja, marrë veshi, edhe këto janë pritë marrë veshi, për në Durrës kanë pas respekt, kanë pas... Ka respektu qytetar Durrësak, Princ Vidi. Durrësakët e marrë, kur ka ardha ai që ka qenë, sa ka qenë ai këtu me shtëpinë aty, ku ka qenë shtëpi e pionerit që u prisht ashti, aty e ka pas bilen, e marrë vesh, Princ Vidi. Unë kam një gjuhë që ka qenë e marrë zotni, Vidi, Princ Vidi ka qenë zotni. Mirë po, nga që i fillun të nëllë këto reprezalje, këto gjurudinër, hynë shtetet, gjithse kush, se kënej nga veriu donte Jugoslavi, kënej donte Italia, poshtë donte Greqia, edhe ai e pa ashut. E nga trunë. Ndërhyshin këto komshit shtetet gjithë për me glabru Shqipnin, edhe ai masane e marrë vesh, dha dorheqe hiku. Nuk dha dorheqe ish, po hiku, u largu edhe shkoj ke familja vete marrë vesh, e la. Po trashëgimtari që është për Shqipërinë këtu për mret, nuk është as zog, as njeri. Trashëgimtar që kom një gjuhë nga pleqt atëhere, i takon të e marrë vesh po nga familja mretnare e Vidit. Princ Vidi ishte... Yes, sir. Kjo është qytetaria. Kjo është historia. Ska, e ka lanë sakta fjalët gjithë. Gjada, historia kjo është. Dhe të prallëzin mua në televizore vari qila. Kjo është historia. Kush flet mas një des vete, vëlla. Po historia qytetarisë Durrësake, bravo. Kjo më duhet mu vërbi. Te që prallëzin, te histori do të bëj unë. Nese, bravo. Me lezeshme. Kjo shkoj unë dhe Shqipën Anglisë, dhe lezoj bota, le me bëjnë këta mungë të shqip pralla këto mundë, që je vari qilën. Si puna tutit, që bëhet muhabeti, është tjetër aspekt kjo. Fabrika parë duhanin Durrës, nuk e di në një. Stamles. Ja. Të shi nështë aty kanë thane marrë... është me i mason. Kanë thane marrë vesh për tjetër njeri. Jo, s'ma ka ta di. Stamles, kompania u bon 7 vetë, e a plaka ime ka punu më një sigare, ka punu. Fabrika që ka qenë Durrës në këqysh në kodë zogut, ka qenë Stamles, kompania Stamles. Ku u vend të? Ka një sigarja vjetër. Atëre, miro pafshim her tjetër. Çfarë viti ka qenë? E vitit është në kodë zogut. Në çfarë viti? Po këtë jo më të thënë, kur e Italia, do më thonë Stamles ka qenë. Po, çfarë viti? Po, vitet tashi me ja fut kot, nuk mund t'ja fut. Atëre, fabrika parë duhanit në Shqipëri, jo në Durrës. Po në Shqipëri, Po. 1921. Po. Ka qenë 5 aksionerë. 3 vëllezër Koçi, gjyshim Andon Boshnjaku, edhe një qendro Axhi. Për bri, lenat e mrapa, këtu, për bri rësën të peshkut vjetër, aty ka qenë fabrika parë në Shqipëri. Aty ka qenë, Ke fabrika parë. Për balë peshkut?
Për brik peshku do dje. Për brik. Për brik peshku, dy kaçë që të si, po ku ka A e ka qenë shtëpia e dy kaçë apo? Është dy kaçë. Është hala. Po pra, ku ka qenë bebegu piço. Po, ajo është shtëpia e dy kaçë. Ai ka qenë ajo fabrika e parë do. Ajo ka qenë fabrika cigareve. Nga ditë tjetër kush thot ai në 1907 është fabrika e parë. Është statuti, është një statut që është shkruar kartakana. Kanë fotografia dy njëherë. Jo më kam origjinal, më s'ka si e kam origjinal nga babai. Po. Imat. 1921 fabrika e parë duhan në Shqipëri. Po. Edhe thotë këtë tjetër. Paguaj, filani. Kaq prangar. Filani, po ka parë, tre vlezit. Bravo. Ishin njësoj me tysh. Bravo. Edhe këtë tjetër me barbar me tre vlezit. To vlezit, ose janë çundaj çunave. Po. Kemi lidhën e çundaj çunave me bebekun me kishë. Kuptoj. Ja, kjo është e muhabeti aty. E kam lafën që deli këto me tolina tjera për del e shuga. Duhen me u lavdru mër vlla, duhen me shqip mene marë, ja kom qenë, kom pasun këtë. Del e shuga edhe jep intervistë për punë e fabrikës e parë duhan në Shqipëri. Që se di kur është bëhaj, ka 1907. Kur është statuti originale, pa ble kaq frangar, kjo, këtë, 5 aksioner, kjo me radhë gjithë në caktuar. Ai thot 1907, 1921 kartakanta. Është originalja, jo fotokopi, originalja. Që ka majtë i matët me karujtë. Ja laj, natët. Kështu ti. Se këte e di unë herë që Princ Vidi, trashëgimnia për mret, i takon familjes Vidi. Tashi, do të për Tom Somin, për këtë kolonel hollandes. Çfarë do për Tom Som? Më thuj dy fjali. Çfarë di ti për atë? Di, ja pra ti thosh unë ato që ti thosh. Ke zona po të romanët, që ka pas bo kjo? Thompsoni, të më bërë? Jo. Unë di, thashë të themë, është e vërtet, po. Jo, nuk e di. Në Porto Romano ndjedhësh ajo Lulkuqe. Lulkuqe. Po. Edhe e meshde, grumullonte, e merde. Thompsoni, kuj që të di. Ato vite, ka pas morë Lulkuqen? Porto Romano. Që hynë të më punë Lulkuqe, Thompson? Qa vlerë ka Lulkuqe? Për lanë kimike? Është Një pra me bo prodhime. Si shto të di ka Shashi, Mariana, ka te. A e ka morë për Mariana? Për Hashash. Po ja ka ditë kimetin a i, për me e ka morë. Pa ne ka pas prodhime. Po jo. Po në Porto Romano. Ja për shemë, unë për shemë kalamo, kur ishe këshu, me jepshin me pi Hashash. Në vend qajt në i këshu. Kalamo Hashash në ipshin. Me jipte gjyshja, stamolesha. Që dinte me ishe prej Turqie. Dinte kimedhin a. Ajo, po gotë, baba vetë. Punë të tyre ato. Ishe ministri flotës turke. Ishe me Hamidin atë kohë, vijati. Ajo e njifte mora Hashashin e mi jipte mu kalamo, mu më kanë pasonë me pije mora Hashash. Njëse, pse jipte? Pse jipte? Që të rrënde fëmija në gjumë rahat. Bravo, për gjumë. Bravo, për gjumë. Së rritë ratë flitë gjumë. Pa, ishe... Edhe e flitë gjumë. Ishe dhe mirë për smundje. Për smundjet. Pa tashi nesi kemi ditë ma, pa tashi kemi gjuhë këto. Pa tashi ka valzush dhe gjo tashi. Ne i mësumë diagnozat që i kanë pas. Të shi, Hashashi ka qenë. këtë Tom Somin, këto historiant lucët që kena ne, thonë që e ka vëra, i ka vajas. Nuk është e vërtet. Gjona? Ma merë menja. Nuk e di, se jam i vogël. Nuk ma merë menja. Jo, se bëjnë këta marë bërë këto pravat. Të shi unë do... E di si është puna, ka që është katolik, morë vesh i Vidi, këto e katolik du të apojnë për vete. E në gjove ti? Ka shi në qofë se ato i hynë kësaj pune, ose i kanë hyja kësaj pune, se I kanë hyja da. Ato i kanë hyjë me kohë se kanë qenë katolik, e kanë qenë diplomat ato. I e kokër e zgjuar. Ato kërkojnë ta morin nga ana vetë. I e kokër e zgjuar. Pra ne i bëjnë gjithë të lojna, ose ma merë menja, ka vajsin.
Çka desh ka Se vajsi? e kështu kanë shtirë dëshi që bëjnë dokumentarët ata këtu, e ka vra një nga kavaja. Fusin kot Ha? kavaje. Jo, do të mbyllim u. Opa. Opa. Kavaje si ja fusin kot në kot ato. Mus ma merr menja dhe marrë vesh që të kenë vrarë. Që lidh të kavajsit me vidin? Vidi ishte këtu në Thompsonin. Thompsonin e në vidin. Pa dhe Thompsonin, pse do të vrishin Thompsonin? Se kanë vra për mu kavajsit Thompsonin asnjëherë kur? Çka desh kavajsi me Thompsonin? Si ka lidh gjë?Are se Durrësi ishte i myll. Darkë e morë kjo ura Dajlanit nuk hynte njeri. Ishe me postoblok. Ishe eroj aty. Asnjëherë se kanë bëhat atë. Ato lutësorë, ato ku dior. Nëse foto unë të ka rritë hemi. Ose ne kuj morën ato këto të dhana këto për vitin sot e 100 vjet. 150 vjet. Kuj gjetën ato të dhana? Sa qenë marrë vesh këto? Sa vjeçare? Do me thonë, s'ka pas mosh ato, pra ne se din, me fol kot. Duhen me shkrujt si mas, si mushmenja vetë histori kot në kot. Mbyllë gjirin për sonde, sepse Po. do marrë